Se e dim që ti je një mik i Albin Kurtit, kështu më tha. Bile kam dëgju sot njeri që më tha po është fashist, pa lidhje. Është e vërtet që gjithmonë e kam dëgju Amerikanët edhe herët, duke i folur kundër Albinit, edhe kam një dëshmi shumë të thjeshtë, që mund të tregoj tash, e kanë kalu vitet, po në fillim të viteve, kur erdha me punu për UNMIK-un, kam qenë zyrtar në lidhës me zyrës kryeministrit e zyrës PSPP, shefit të UNMIK-ut, ka qenë shkurt ashtu, edhe në atë kohë kryeministri Ramush Haradinaj ka qenë kryeminist. Po më kujtohet numri i dytë i UNMIK-ut më ka thirrë në zyrën e tij në atë kohë. Edhe më ka thirrë edhe kam ditë më tha unë kam menduar se vi qysh do të punojmë bashkëpunojmë, se unë isha në zyrën e kryeministrit, isha faktikisht kati i parë, besoj kati i sekretarit të përgjithshëm, isha fizikisht, nuk isha në kabinet, duhet me kuptu. Përfaksoja UNMIK-un, po nuk isha në kabinetin kryeministrit, po isha nice. Por e vetmja vërejtje që më ka bërë ky zotni Indjeri Ilari Rosin, më tha ke kujdes sepse e dim që ti je një mik i Albin Kurtit, kështu më tha. Në farë mënyrë më ka, do të thënë amerikanët diçka e kanë kuptuar, çka kanë kundër Albin, në atë kohë ishte lëvizja Kosovo Action Network, kështu më ka lajmëru. U habita pak, pastaj u kujtova se në 2003 kur kam punuar në Ministrinë e Mbrojtjes një vit si analist për Ballkan, civil ashtu, edhe është i vërtetë që ka qenë një seminar për Ballkan, edhe unë kam propozuar me të ftojmë zotni Kurti në atë kohë, se kam menduar se kjo është një figurë që ka një të ardhme. Thjesht nga përmendru sepse zakonisht do vit ftoheshin gjithmonë të njëjtë. Edhe në dash, hajde një figurë e re ju sjell tani për një debat me serbët, se është një farë seminar serbët me shqiptar Kosovë diçka tjetër, çish ndodh rregullisht ashtu. Dhe prej asaj kohe më kanë identifikuar mua, me sa duket, sikur në fakt unë kisha mik në çdo parti, nuk kisha ndonjë nuk mund të them që në atë kohë 2003-2005 ishte fut në shoqërinë civile zotni Kurti, po nuk ishte fut politik, po kishte kundërshtime të mëdha me UNMIK-un, me kreti për shumë sande, edhe të legjitime, mendoj. Tani amerikanët po në fakt janë do njerëz të tjerë që kanë ushqyer këtë narrativ ndaj Albinit, që e kanë thënë amerikanët, ky është komunist, ky është asi, bile kam dëgju sot njeri që më tha po është fashist, pa lidhje. Edhe në për analizat edhe tani mund të them se edhe shërbimet franceze bashkë me shërbimet anglo-amerikane kanë pas një preferencë në momentin e Rambouillet, në fakt kanë menduar se shteti ndërtohen me filan. Edhe çdo që kundërshton bëhet faktikisht armik i interesave të atij që ti e duke mbrojtur. Kështu kanë lind. Po nuk ka pas donjë lojë, nuk ka qenë zotni Kurti nuk ka qenë i shtyr prej askujt prej jashtë. Po them prej individëve mund të ndodhë simpati krijohen, po prej asnjë pushtet jashtë.